Zonja dhe zotëri, mirë mbrëma. Në zgjedhjet e fundit amerikane, Kamala Harris nuk psoi thjesht një humbje të zgjedhjeve. Në gjuhën e analizës politike quhet diçka shkrirje bërthamore, 312 vota elektorale për Donald Trumpin dhe humbje prej 2,5 milion votash në votën popullore. Për një parti si Partia Demokratike që besonte se kontrollonte demografinë e të rinjve dhe të pakicave, në fakt kjo nuk ishte thjesht një humbje, kjo ishte një flet varrimi e quajmë ne në Shqip. Dhe kjo pyetje në fakt e ka munduar shumë Washingtonin, demokratët, qarqet analitike në Washington, po ç'ishte kjo flet varrimi dhe kjo humbje e demokratëve dhe mendohet që ka patur një studim sekret atje të qarqet e Partisë Demokratike, i cili me sa duket i ka qarë kasaforta tashmë dhe ka dalë në publik. Në këtë studim sekret konfirmohej se Kamala Harris e ka përmendur edhe tek libri i saj 107 ditës, ka folur se administrata Biden i dha Benjamin Netanyahus një çek të bardhë në Gaza. Pra një bëni çfarë të doni dhe ai çek u pagua me monedhën e vetme që politikanët vlerësojnë. Çfarë vlerësojnë? Pushtetin. Të përpiqemi të zbërthejmë pak të gjagjëz të rrezikshme, e cila jo vetëm po i mbyt demokratët, por po përgatit edhe fundin politik të Donald Trumpit, ndërsa ai dhe Benjamin Netanyahu i kanë hyrë një bigjozi shumë të vështirë që me sa duket nuk po jep frytet siç e kishin menduar. Në 11 shkurt 2026, Netanyahu hyn në shtëpinë e bardhë si njëri i cili nuk kishte asgjë për të humbur. Ju e dini që Netanyahu nuk bën vizitat normale. Trumpi e çon në Situation Room, atje ku merren vendimet më të mëdha të Washingtonit, atje ku ndryshohen hartat strategjike të botës. Helbete është një mik që vjen nga Tel Avivi dhe Bibi nuk është si gjithë të tjerët. Bibi është paksa i pazakont dhe duhet ta fuzim atje poshtë tek zyrat me dritë pak, ku vendoset për hartat dhe skemat e reja dhe shkepjet e mëdha të cilat pritet t'i ndodhin botës. Në këtë moment, Benjamin Netanyahu e hedh me njëherë gurin e tij të preferuar në skem, e hedh tek Tereza e Trumpit dhe i thot duhet të rrëzojmë me njëherë regjimin e Iranit. Në këtë moment, Benjamin Netanyahu nuk mund të sillte vetëm një ofertë normale, tha duhet të rrëzojmë Iranin, sepse kishte kohë që Netanyahu priste rrëzimin e Iranit, pavarësisht se deri në këtë moment nuk kishte ardhur asnjë administrat dhe asnjë president amerikan që të pranonte ofertën e Netanyahus për të rrëzuar apo të Izraelit për të rrëzuar Iranin. Netanyahu e kishte pritur me shumë ankth rikthimin e Donald Trumpit. Dhe çfarë u tha? Do ju jap një skem se si ta rrëzojmë regjimin e Iranit, shumë kollaj, pa kosto të mëdha, pa humbje marinsash, pa njerëz dhe duke sikur po i shpjegonte një video game me planin që kishte sjell me sa duket nga Mossadi izraelit për të rrëzuar regjimin e Iranit atje në Teheran. Me njëherë, presidenti Trump sapo e dëgjoi mikun e tij, Bibin e Tel Avivit, i tha ati that sounds good to me. Më tingëllon bukur kjo, i tha presidenti Trump. Më tingëllon interesante, tingëllon e bukur, shumë e rëndësishme për tu zbatuar. Në fakt, në luftë askush nuk vdes. Ara jote, regjimi bie dhe në Teheran instalohet djali i shahut, Reza Pahlavi. Kështu i tha Netanyahu Trumpit, nuk ke për të humbur asgjë. Bie regjimi dhe vëm djalin e Reza Pahlavit që është atje në Amerikë. Por ndërsa Trump i buzëqesh dhe e dëgjon me kujdes ofertën e Benjamin Netanyahus, inteligjenca amerikane, shërbimet sekrete, po mbanin shënime dhe po vinin duart në kokë.
Pse? Sepse në Washington nuk i dilnin llogarit siç i kishin dalë Netanyahus. Të nesërmen, drejtori i CIA-t e mbledh edhe një herë e përmbledh, i bën një përmbledhje të imësishme prezantimit dhe propozimit të Benjamin Netanyahus dhe çfarë thot drejtori i CIA-s, jo një njeri i zakonshëm. Ai thot se propozimi i Netanyahus ishte një fars, ishte një idiotësi e madhe. Këtë nuk e thot Krishniku. Ja tha Trumpit aso kohë drejtori i CIA-s. Po pse i tha kështu? Sepse Mossadi nëpërmjet Benjamin Netanyahus ishte duke shitur iluzione në Washington. Shërbimet e inteligjencës, shërbimet e sekrete të Pentagonit, pra të ushtrisë, e dinin që situata nuk ishte ashtu siç e paraqiste Mossadi. Ideja ishte se Irani do të qëndronte dorë kryq, pra ky ishte parashikimi i Netanyahus. Irani do të rinte dorë kryq, ndërkohë që raketat amerikane dhe izraelite binin mbi Teheran. Apo se ngushtica e Hormuzit do të mbetej hapur, do të vijonte loja normalisht e sigurisht mbyllja e përhershme e ngushticës së Hormuzit të tingëllonte diçka krejtësisht e pamundur. Në fakt, Trumpi besonin në Tel Aviv, kishte nevojë që ti ushqehej vazhdimisht një iluzion si ky. Dhe ai kishte nevojë urgjente për një fitore të thellë që të rikuperonte rënien e pikëve të tij përpara zgjedhjeve të mesit të mandatit. Trump e kishte kuptuar që po përjetonte një lloj rënje në pikët e zgjedhjeve dhe i duhej diçka që ta rikthente atë triumfator, dhe ai pëlqeu shumë ideja e Netanyahus. Dhe këtu ndodh rikonceptimi i të dhënave që lobi izraelit nuk dëshiron që ju ta dëgjoni. Historikisht, mbështetja e Izraelit në Washington ka qenë një jelek antiplum për këdo. Por sot, ajo që ishte dikur jelek antiplum është shndërruar në një jelek me eksploziv. Për herë të parë në historinë moderne të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të qenit kandidati i Izraelit është bërë barë elektorale dhe është kthyer në makth. E pabesueshme. Lobi po shpenzon shifra rekord në Amerikë, jo për të fituar vota, por për të blerë heshtjen e kujdo që duhet heshtur. Ata kanë kaluar në operacione klandestine, shpeshherë mbështetja e lobit izraelit publik dëmton sot kandidatët në Amerikë. Kushdo që mbështetet nga lobi sot në Amerikë ka filluar ta ketë barë mbështetjen e tyre. Po pse po ndodh kjo, Krishnik? Kjo po ndodh për arsyeën e thjeshtë se Amerika ka ndryshuar. Nuk janë më vetëm këto studentet, këto lëvizjet majtiste. Mas e gjerë e të rive në Amerikë, e popullit amerikan, po shohin përmes lenteve të drejtave të njerëzit dhe jo në aleancat e luftës së ftohtë. Për popullin amerikan, imazhet nga lindja e mesme, veçanërisht nga Gaza, kanë kriju trauma personale, të cilat vinë si efekti transmetimit live të këtyre masakrave në telefonin e tyre. Kamala Harris e ignoroi këtë fakt dhe e pagoi çmimin rënd. Dhe Trump është duke bërë të njëjtin gabim, duke menduar se parat e lobit izraelit mund të bëjnë popularitetin e tij, mund të ndërtojnë popularitetin e tij, i cili po bie me shpejtësi dramatike në rrugët e Michiganit dhe të Pennsylvanias. Trumpi ka frikë dhe ka arsye që të ketë frikë. Zgjedhjet e mes mandatit që të po vinë në nëntor, në qoftë se ndodhin, ai humbet kongresin dhe nuk do të jenë një victory lap, po do të jenë një makth ligjor që do ta ndjek. Ai e di se një luftë me Iranin për interesat e Netanyahus mund të jetë thika pas shpine që ati do t'i kushtoj postin sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, detyrën dhe pushtetin. Dhe pyetja më e madhe, a mundet lobi izraelit më sot ta shpëtojë Donald Trumpin? Historia thot
që parat fitohen, zgjedhjet fitohen me para, por realiteti 2026 thot se asnjë sasi parash, sa do e madhe tjetë në Amerikë, nuk e ndryshon më faktin se shumica e amerikanëve sot në Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë tërësisht ndryshën nga Amerika që ka qenë më përpara. Dhe ky është tërmet gjeopolitik që ka ndodhur brenda Amerikës. Izraeli sot po humbet asetin e tij më të çmuar që kishte. Jo parat, jo bankat, jo ndikimin. Aseti më i çmuar i Izraelit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka qenë konsensusi republikan dhe demokrat brenda Amerikës. Kamala Harris, demokratja, kandidatja demokrate, çfarë bëri? Ajo piu nga gota e elmuar e mbështetjes së pakushtëzuar për një gjenocid i cili u bë në Gaza dhe përfundoi në një harres politike shumë të shëmtuar e dënuan amerikanët me 2.5 milion vota popullore më pak se rivali i saj Donald Trump. Sot, bjondi i shtëpisë bardhë Donald Trump, me sa duket është duke bërë të njëjtin gabim. Është duke bërë tërësisht lojën e Benjamin Netanyahus, është me sa duket në një presion të cilin ai nuk po do ta shpjegoj, dhe sigurisht një pjesë e madhe e kanë folur dhe e kanë analizuar edhe këtë. Ka aludime për dosjet e Epsteinit, ka shumë aludime tjera, por me sa duket ai nuk po çlirohet dot nga kjo. Dhe pas një diskutim, Trump tashmë është në një projekcion të ri. Do të përpiqet dhe do të tentojë me çdo kusht që të marrë një fitore nga lindja e mesme, të sjellë një triumf, të fitojë luftën me Iranin, sepse duhet të kthejë balancat atje, i bindur dhe i vetëdijshëm se nuk është vetëm lobi izraelit ai i cili mund të shpëtojë. Nëse Trump beson se mund të fitojë atje ku Kamala Harris dështoi duke ignoruar pra transformimin dramatik të opinionit publik amerikan, Trumpi nuk po bën më politikë, është duke kërkuar të bëj fallë dhe të bëj magjinë e zezë. Në politik, miq, kur e ignoron realitetit godet mbrapsht me 312 vota elektorale, ose me një procedurë shkarkimi që fillon me njëherë pas humbjes. Lufta kundër Iranit, pas një diskutim, është shfaqja e radhës për Netanyahun, por për Trumpin mund të jetë edhe akti i fundit i një karriere që nisi si Make America Great Again dhe mund të përfundoj si Make Israel's Wars Our, pra ta bëjmë luftën e Izraelit tonë. Dhe imagjinoni këtë skem në shtëpinë e bardhë, inteligjenca amerikane sapo ka përfunduar për shembull analizën e Izraelit për planin, vjen Marco Rubio dhe thyen heshtjen, dhe përtej gjuhës diplomatike ai thot me pak fjalë, Netanyahu është një personazh i zakont. Rubio është një nga skifterët e njohur, i cili e kupton kur një plan nuk është strategji, por është thjesht një dëshirë e dëshpëruar. Megjithatë, Donald Trump bën atë që di të bëjë më mirë. Ai zakonisht ka treguar që i ignoron ekspertët, qoftë të Pentagonit, qoftë dhe të Shtëpisë Bardhë, ekspertët e vjetër të cilët i njohin të gjitha dosit, dhe çfarë bën, ndjek instinktin e tij. Me 27 shkurt ai jep urdhrin për generalin Kane, me 28 shkurt nis sulmi mbi Iranin. Sigurisht ju e keni parë të gjithën këtë në orët e para, gjithçka dukej si një film aksion. Ekzekutohet Ali Khamenei, izraelitët nisin festën, Trumpi beson se ka fillu luftën e tretë botërore, i duket sikur është diçka argëtuese, por populli thot problemi me luftën është gjithmonë që edhe pala tjetër e ka një plan. Farsa e Netanyahus, të cilën e para njoftoi shefi i CIA, u zbulua brenda pak ditësh. Mosadi izraelit i premtoi Trumpit se Irani do të dorëzohej nën presion. Në vend të kësaj, Teherani
bëri atë që kishte paralajmëruar prej dekadash. E kishte njoftuar dhe e bëri. Mbylli ngushticën e Hormuzit, Hormuzi është deri më sot i mbyllur. Si do të shkojë situata, do ta shohim. Por brenda natës bota u zgjua dhe vazhdon të jetë sot edhe kësaj dite në krizën më të madhe energjetike në histori. Bombardimet amerikane sado që ishin precize, taktikisht dështuan strategjikisht për të rrëzuar regjimin në 40 e sa ditë. Dhe Netanyahu kishte premtuar krejtësisht kundërtën dhe premtimi i Netanyahus dhe planet e tij dhe të Mossadit izraelit dështuan strategjikisht në lindjen e mesme. Në 22 mars edhe vetë Netanyahu e pranoi shkëngimin në fakt. Ai ka frikë që Trump të ndalë luftën. Pse? Sepse Trumpi e kupton se kjo nuk është më një fitore e shpejtë, por një luftë e cila të konsumon kockat. Dhe ka një gjë që amerikanët e urrejnë më shumë se humbjen. Një luftë që nuk mbaron kur dhe u azbraz xhepat është më e rrezikshme se humbja për amerikanët. Trumpi nisi duke kritikuar luftrat në fushatën e tij, foli për Obamën, për Bushin, fliste për 8 trilion dolarët e djegur nga taksa paguesit amerikanë në Irak dhe në Afganistan, dhe shkoi dhe e futi Amerikën vetë në një luftë pa kokë me një partner që populli amerikan sot e sheh me dyshim, Benjamin Netanyahu. Sondazhet e fundit tregojnë se marsin e 2026-s, pra, tregojnë një të vërtet shokuese për Donald Trumpin. Këto janë sondazhet amerikane, jo të mi. 59% e amerikanëve janë kundër luftës. Në lindjen e mesme, 56% besojnë se kjo luftë i shërben vetëm Izraelit, 56% e amerikanëve flasin, dhe këtu më nuk jemi duke folë konspiracion. Kur Joe Kent, ish drejtori i qendrës kundër terrorizmit, jep ndërheqjen live në X, në ish Twitter, pra, ai thot atë që miliona amerikanë mendojnë. Kjo luftë është e qartë që nisi për shkak të presioneve të lobit izraelit. Po çfarë ka ndorë lobi izraelit? Nëse kjo do të ndodhte në vitin 2003, media tradicionale do ta mbyllnin këtë zë. Por jemi në vitin 2026, sot s'mbyll dot zërin askujt. Informacioni s'ka më filtra. Vetëm këtij kanali që është duke e terrorizuar parin hajdute politike të Tiranës, si 4 herë kanë tentuar në 48 orë vetëm bëjnë hakerime, nuk munden më. Nuk mrin dot tek YouTube. Nuk mrin dot tek Liria, nuk mrin dot tek gjitha kanalet, nuk e kontrollojnë më dot informacionin, siç e kontrollonin me atë Zuckerbergun, atë Çukapikun. Prandaj, ndoshta mund ta bllokojnë dhe këta nesër. Problemi është që sot është e pamundur që të bllokohesh. Nuk dalohet më zori i lirë. Dhe sot mashtrohet vetëm ai që ka dëshirë të mashtrohet. Sot nuk ke fuqi më të mashtrosh kërkën, sepse të del dikush në një kanal YouTube, në Facebook, në rrjetet sociale, në Instagram, në X, Twitter, ku do të shkatëron narrativën dhe të gris maskën. Sot mashtrohet vetëm ai që ka qef të mashtrohet. Dhe këtu arrim tek pjesa më ironike dhe më humoristike e kësaj historie. Izraeli dhe aleatët e tij në Washington kanë gjetur fjalorin për humbjen e popularitetit. Pra, nuk mendojnë që janë izraelitët, nuk mendojnë që 72.000 njerëz të vrarë në Gaza, nuk mendojnë që këto janë arsyeja e humbjes popularitetit Izraelit, por e kanë gjetë fajin tek kinezët e TikTokut. Pra fajin e ka TikToku. Madje edhe vetë sekretari Rubio dhe Mike Gallagher e quajtën në një sulm të jashtëzakonshëm TikTokun, e quajtën shplarje truri. Deri diku ata kanë të drejtë sa i përket shplarjes trurit. Por lidhje me Izraelin nuk e ka fajin vetëm TikToku, është diçka më e madhe. Dhe çfarë bëri administrata amerikane aktuale me Marco Rubion për të shkuar nga pas kësaj narrative të Netanyahus, të Bibit? Sigurisht nisën një fushat të fortë kundër TikTokut, i cili shihet pra
si shumë i dyshimt pra në këtë lojë, me lojën e algoritme, u bë tentativa dhe ja dolën, morën në kontroll pra algoritmin e TikTokut. Çfarë mendoi administrata aktuale amerikane? Menduan se duke kontrollu algoritmin, ata do të përpiqeshin të ndalonin atë që atë e quajtën shpërlarja e trurit, por gropa në fakt kishte qenë shumë më e madhe se sa mund të arnohej. Arna, qepja, shkepja, hajde se i gjehet dërman. Kur gropa është e madhe, nuk bën punë as arna ndonjëherë. Sepse dëmi tashmë ka ndodhur në Amerikë, nuk rikuperohet do të letë. Pra, ka 2 vite rresht që të rinjt, të rejat dhe populli amerikan e kanë parë tmerrin e lindjes mesme nga Gaza deri në gjithë pjesët e tjera të lindjes mesme, i kanë parë gjitha live. Aq më tepër TikTok që dalin dhe bëhen virale në sekond, gjithçka ta hedhësh atje. Një ditë para luftës me Iranin, Gallupi publikoi rezultatin historik. Për herë të parë, në 25 vite, Amerikanët simpatizojnë më shumë palestinezët se sa Izraelin. Ky është Gallupi, jo Krishnik Osmani. Sondazhet e tyre. Për herë të parë. Imagjinoni çfarë ndryshimi ka në Amerikë. Trump hyri në këtë luftë duke menduar se do të shpëtonte të ardhmen e tij nëpërmjet triumfi politik ndaj Teheranit në bashkëpunim me Netanyahu. Por në fakt nuk ja doli Trump t'i bëjë llogaritë saktë. Shkoi pas një loje të Netanyahus, të cilën ai po e marketon fort në Izrael, por Trump do të duhet të bëjë kapërcime të jashtëzakonshme që t'i ofrojë popullit amerikan tani deri në midterm ku janë zgjedhjet e ardhshme. Sot bota është përballë një krize energjetike, dorëheqje tronditse në administratë, në shërbime sekrete, në Pentagon, në ushtri, dhe është përballë një populli amerikan i cili nuk i ha më narrativat e vjetra. Populli rebel, rini rebele, cila nuk i ha më rrenat. Nuk e merr dot në kontroll me kontroll algoritmash dhe narrative. Dhe pyetja që mbetet këtu dhe bëhet e fortë sigurisht është, a do të jetë Irani një Waterloo e Donald Trumpit, dhe a mundet që një kontroll i algoritmit TikTokut të pasojë dhe të shuaj traumat që Amerika tashmë i ka të regjistruar mirë tek kujtesa e saj, tek kujtesa e brezit ri, tek kujtesa e popullit amerikan. Ndryshimi që shohim në 2026 nuk është thjesht një luhatje politike, por është në thelb një mega tërmet i madh politik pas një diskutim. Për herë të parë në historinë e Amerikës, vija e simpatisë në Amerikë ka nisur të kryqëzohet. Izraeli nuk është duke humbur votat në Amerikë. Izraeli po humbet diçka shumë më të madhe se votat. Izraeli sot në Amerikë po humbet shpirtin e Amerikës. Amerika funksionon me shpirt, funksionon me energji, funksionon me liri, funksionon me rebelizëm, funksionon me ringritje, ringjallje. Të humbasë shpirtin e Amerikës ke humbur gjithçka. Dhe këtu vjen dhe e vërteta e frikshme që e trondit Tel Avivin, sipas Pew Research Center, qendër amerikane e kërkimeve, 60% e amerikanëve sot e shohin Izraelin me sy negativ. Ky nuk është më një debat akademik, është një bilans në të kuqe prej minus 23%. Por nëse zbret edhe pak tek mosha 18 deri 29 vjeç, shifra do ju duken si një skenar horrori për
diplomatët izraelit, sigurisht. 75% deri në 80% e të rinjve amerikan e urrejnë sot politikën e Izraelit. Institute for National Security Studies në Amerikë, në Izrael ndjes, e ka quajtur këtë kërcënim për sigurinë kombëtare të Izraelit. Dhe kanë të drejtë atje në Tel Aviv. Sepse kur rinia e sotme të bëhet tjetë nesër në krye të politikës amerikane, tjetë nesër në krye të vendimarrjes politike amerikane, të gjitha kartat e AIPAC-ut dhe të Izraelit në Washington do të shndërrohen në karta të pavlefshme. Këta të rinj sot, ky 78%, nesër do të jetë në Senat, nesër do të jetë në Kongres, nesër do të jetë në krye të vendimarrjes politike amerikane, pas 10 vitesh, 15, 20. Dhe këtu është e nevojshme të flasim pak, të kuptojmë pak historinë e AIPAC-ut, pra lobit izraelit në Amerikë. Deri dje në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, madje ekziston një lloj terrori edhe këtu në Shqipëri, ose një lloj kulti të cilin e ndërtojnë këta lëpirësit e mediave të prime time-it që dalin në përdar, këta që bredhin në për ambasada si kavje për të vjedh në i mandat deputeti, për të bëjt qik minister, për të lëpi qik, për të tregu qik shqiptarve fukare se si dalin fotografi me ambasadore, me kështu gjërat huja, e kanë sjell edhe këtu terrorin. E kanë sjell edhe këtu ndërtimin e kultit, e përcjellin, e ndjejun në për Tiranë, në Qarqe, në Tavolina, në Kafene, shiko kujdes, po të vuri Izraeli, Izraeli të ngre, Izraeli të ul, Amerika kontrollohet nga Izraeli, një rrenë e madhe, kuptoni ju, por këto rrena ecin këtu tek fshati ynë idiot, sepse njerëzit, një pjesë e madhe jetojnë në ndjenjë të tmerrshme, të pështirë, ndjenjë inferioritetit të pështirë, veçanërisht nga lobet e huaja, nga ambasadat e huaja, dhe pastaj shkrihen fare kur vjen fjala për lobin izraelit apo për AIPAC-un apo për këto lobet e tjera. Në Izrael po mendojnë se ata kanë kryer tashmë në Amerikë një vetvrasje politike. Të mendoje deri para pak kohëve në Amerikë se kishe të përballeshe me lobin izraelit në Amerikë apo me AIPAC-un, ishte pothuajse një vetvrasje politike. Ishte një lloj si të hidheshe nga avioni me parashut dhe të mos dish se si funksionon parashuta, apo të hidhesh me parashut dhe të qahet parashuta në ajër, e merr vesh se ku përfundon. AIPAC-u ka shpenzuar $15 milion vetëm për të fshirë nga harta politike vitin 2024. Por sot, në mesin e vitit 2026, formula tashmë ka ndryshuar. Shprehja e famshme e lobit se ti jesh pro-Izrael është politik e mençur, kjo ishte ngulitur tek mendja e amerikanëve, është kthyer në një barcolet sot në korridorët e Washingtonit dhe departamentit amerikan të shtetit. Sot, Izraeli është shndërruar në një entitet toksik në Washington, politikanët atje po zbulojnë një frikë të re, më të madhe se paratë e AIPAC-ut. Është frika nga votuesi i tyre amerikan. Frika që i pret në kutinë e votimit me një pyetje të vetme. Pse po financon luftën e Izraelit me paratë e Amerikës? Kjo është pyetja më therrse që ka frikë çdo politikan amerikan sot. Dhe shikoni, fenomenin AIPAC Tracker në X është kthyer në një lloj liste të zezë digjitale, në një kandidat i cili ka kartën e kuqe, pra, karton të kuq, merr para nga lobi, ai trajtohet si infektuar. Nëse ka kartën jeshile, fiton simpatinë e brezit zë. Kjo ka detyruar lobin izraelit të kalojë në ilegalitet në Amerikë, duke financuar kandidatët
përmes organizatave fantazm që të mos dalin duart e tyre. Por në epokën e transparencës financiare, sot është shumë e vështirë që të mbulosh gjithçka në botën ku kalojnë gjitha shifrat nëpër banka. Dhe kush e kupton këtë më mirë se njeriu i cili e ka shndërruar mbijetesën e tij në art, Donald Trump, ai vetë ka pranuar dikur Izraeli zotëronte Kongresin, thoshte Donald Trump, sot ai paralajmëron donatorët e tij, populli amerikan po fillon të urrejë Izraelin dhe ky nuk është antisemitizëm, është politika e Izraelit. Kjo është ironia supreme këtu. Pra, Trumpi nuk i kishte bërë llogarit ashtu siç mendoi. Ai mendoi se lufta me Iranin do të ishte një show i shpejt televiziv, nuk i kishte bërë llogarit ashtu siç duhej. Ai e ka kaluar tashmë, e ka fut Amerikën në një krizë të karburantit, krizë të politikës jashtme, për cilën kishte premtuar krejtësisht kundërtën. Sot populariteti i Trumpit po bie me shpejtësi, po shkrihet më shpejt se akullnaja në kohë vere. Republikanët kanë frikë se në zgjedhjet e nëntorit realisht do të humbasin mburojen e tyre në Kongres. Dhe patëm mbrojtje. Fjala impeachment nuk është më një kërcënim i largët, por një skenar real që po shkruhet në zyrat e demokratëve atje në Washington. Nuk ka nevojë, po ju sjell një provë finale. Prilli 2026-s, Senati Amerikan voton ndalimin e shitjes armëve për Izraelin. Çfarë doni më shumë se kaq? Po, kështu siç po ju them. Propozimi i Sanders dështoi teknikisht, por 40 senatorë votuan pro. Ky numër ishte i paimagjinueshëm për çdo që e njeh politikën e vjetër amerikane. 40 antarë votojnë kundër Izraelit. Asnjë kandidat demokrat nuk guxon më të votojë pro për armët e Izraelit. Pse? Sepse asnjëri prej tyre nuk dëshiron të përfundojë në koshin e plerave të politikës, siç shkoi Kamala Harris. Ajo që po shohim sot është fundi i një epoke, miq. Izraeli po humbet mbrojtësin e tij, po humbet shpirtin amerikan. Nuk bën më fajde parat. Planifikojnë të shpenzojnë $100 milion këtë vit, sepse parat janë të rëndësishme, por nuk mund të blejnë më një narrativ që është thyer përballë realitetit të 72.000 viktimave në Gaza dhe të luftës së re në Gjirin Persik, ku shkua vetëm për sytë e bukur të Netanyahu's. Në këtë lojë shahu gjeopolitik, Trump dhe Netanyahu mund të kenë ende mbretin fush, por populli amerikan është zgjuar dhe sapo i ka shpallur shahmat të gjithëve. I ka shpallur shahmat gjithë lojtarëve. Politika moderne nuk është garë, është garë i desh, por e kanë shndruar në garë arrogancë. Kush nuk e dëgjon popullin, do të paguaj fatura të mëdha. Kjo është e padiskutueshme. Në Washington sot Donald Trump është duke shkuar pikjat sepse i besoi farsës Netanyahu's. Por këtu në shtëpinë tonë, në vendin tonë idiot, diplomacia ka rënë nivelin e rrugës. Ka rrjedhur një mesazh në Ministrinë e Jashtme, mesazh i brendshëm nga Ministria e Jashtme, po ata idiotët çfarë thonë? Thot ministri i Jashtëm Ferit Hoxha, fyrja i drejtohet shqiptarëve të Maqedonisë, Veriut. Autori ministri i Jashtëm i Shqipërisë, një njeri që supozohet të mbrojë interesat tona, por që pas ka rezervuar vetëm për çmim për bashkombasit tanë në Maqedoninë e Veriut. Por prisni se këtu nis pjesa më e bukur e kësaj shtëpie kartona shqiptare. Ministri i Jashtëm thot çfarë thon ata idiotët për shqiptarët e Maqedonisë Veriut. Shumë kush mendon se pas këtij skandali Ferit Hoxha normalisht në çdo vend tjetër duhet humbiste karrierën, por harrojeni. Në Shqipërinë e Edi Ramës karriera nuk varet nga morali apo nga dinjiteti. Përkundrazi, sa më imoral dhe i pa dinjitet të jesh, aq më lart ngrihesh në karrierë. Ju e dini gjithë vitin 2009, ju a kam shpjeguar çdo natë.
Ishte Rama ai që kryqëzoi Ferit Hoxhën dhe tha është tradhtar për firmosin e marrëveshjes famkeqe të detit me Greqinë në kohën e Berishës në 2009. Por ai që ishte tradhtar i Ramës sot është ministri i Ramës, i cili i quat në vëllezërit tanë shqiptar në Maqedoninë e Veriut idiot. Ky është i njëjti stil fatkeqësisht që po përdor Trumpi në Washington. Parimet ndryshojnë sipas nevojës pushtetit. Nëse Trump harron premtimet për paqe dhe mbylljen e luftrave vetëm që të kënaq Bibin e Tel Avivit dhe lobin izraelit në Washington, Edi Rama harron akuzat për tradhti vetëm që të ketë ushtarët e bindur në kabinet dhe të firmos shkatrimin përfundimtar të shqiptarëve ta zbatojnë pa mëshirë çdo kush që do ta therrasë Ramën. Një ushtar që mund t'i quaj shqiptarët idiot pa ju dridhur qerpiku fare, sepse e di që mburoja e tij ka një emër. Mburoja e tij është Edi Rama. Dhe ashtu si ajpaku në Washington po bëhet toksik për popullin amerikan sepse njerëzit e shohin të vërtetën live në rrjetet sociale, edhe kjo diplomaci shqiptare po kalbet nga brenda dhe po shëmbet përballë syve të shqiptarëve. Ministria e Jashtme ka thënë është fake news, opozita ulërin, por e vërteta është se Ferit Hoxha nuk ka frikë. Ai e di që këta janë të gjithë bashkë në një tavë. Në këtë sistem të fyesh shqiptarët e Maqedonisë është mëkat i vogël. Kush do me ditë për shqiptarët e Maqedonisë. Krahasuar me shërbimet që i bëhen shefit të madh të rilindjes. Është i njëjti mentalitet që lejoi administratën e Bidenit apo tani të Trumpit të injorojnë ndjenjat e miliona njerëzve për hir të kalkulimeve të ngushta politike. Kur elita e sheh popullin si idiot, ajo nuk ka më nevojë të jap llogari. Trumpi është duke kuptuar se instinkti i tij e futi në kurth. Populli amerikan po i jep karton të kuq lobit izraelit në Washington, por këtu tek ne kartonin të kuqin dhe gjelbrin e mban në dorë vetëm një njeri, Edi Rama. Ferit Hoxha mund të jetë i sigurt në karrigën e tij sepse Edi Rama e ka rehabilituar tradhtinë e vjetër të 2009-s me një arrogancë të re. Por historia na ka treguar se kur elitat fillojnë t'i quajnë njerëzit idiot, numërimi mbrapsh vetëm sa ka filluar. Në Washington po vjen një impeachment. Në Ballkan po vjen zgjimi i atyre që Feriti i Ministrisë Jashtme i quan idiot, dhe kur idiotët të bashkohen një ditë, mirë Edi Rama dhe Ferit Hoxha dhe shokët e tyre se ku do të fshihen. Kur idiotët të bashkohen një ditë, asnjë mbrojtje nga sultani i Surrelit nuk i shpëton dot. Duke ju falendëruar për kohën tuaj të çmuar, jeni të lutur t'ia shpërndani pjesës tjetër shqiptarëve këto biseda, në qoftë se i shihni të arsyeshme. Pjesën tjetër të zhvillimeve do t'i ndjekim në orët, ditët në vijim, sepse zhvillimet do t'jenë të mëdha. Mos harroni t'i bëni subscribe, like dhe share kanalit, ndihmoni algoritmin me këtë mënyrë dhe deri në një takim tjetër të afërt shpresoj qofshi mirë të gjithë. Natë e mirë për sonte.